Ministri Tahiri kërkon reformim të shërbimit të kontrollit të brendshëm. Procedimi 154 drejtuesve të policisë për shpërdorim detyre, trafik droge dhe prostitucion, sipas ministrit të brendshëm, është këmban alarmi për gjendjen ku është katandisur ky institucion. SHKB është keq përdorur nga eprorët si kamzhik shpeshherë dhe politik. Sfida për të luftuar korrupsionin brenda radhave të policisë dhe për të pastruar radhat e policisë nga lidhjet potenciale me botën e krimit mbetet një sfidë permanente. Në Komisionin e Ligjeve, opozita u shpreh e shqetësuar për rrezikun e politizimit të institucionit. Si do bëjmë të mundur që drejtuesi i këtij shërbimi të mos jetë, po themi, numëruesi i parë i Partisë Socialiste në zgjedhjet e kaluara në tavolinën ngjitur me ditin. Ky ligj e kthen shërbimin në një armë të ministrit, në një armë politike të ministrit. Ne shërbimin e kemi çpolitizuar, duke përcaktuar që shërbimi nuk duhet të ketë lidhje me karrierën policore. Siç ka ndodhur deri dje. Në emër të demokratëve, deputeti Strazimiri denoncoi faktin se përmes këtij ligji i jepen më shumë kompetenca ministrit të brendshëm për të kontrolluar policinë e shtetit. Dhe unë kam hiç garanci që ky ministër do të zgjohet në ditë të mëngjes me këtë ligj që na ka sjell dhe të bëj punën e shtetit. Jo. Do të bëj vetëm punën e partisë. Sepse të personelin që ka marrë për shërbim të ndritur ndaj partisë. Majoranca miratoi e vetme në parim projekt ligjin për SHKB-n, i cili në harkun kohor të 2 viteve pritet të reformojë këtë shërbim.